Pa i spodibre, kjo ishte fjala më e shpesh që thoshte Skenda. Kështu sot e kujtojnë me mall kolegët e tij të ndjerin Skender Idrizi, mësuesin dhe gazetarin Feriza Jas. Disa nga ata që çdo ditë punuan me Skender Idrizin, thonë se këtë njeri e kujtojnë si njeri të urtë dhe të matur. Takimi i fundit me Skenderin e Ndjer ishte me telefon dje. Ishte Ismail Kadaria në Ferizaj dhe thërëm me bën intervistë, sa është lexuesi librat e Ismail Kadarijes. Edhe çaj moment më tha, nuk muj si me orta. Nuk muj tha me orta se jam shumë i smut. Tha jam të shku në shtëpi, thash hani na vina në shtëpi me gazetarën Hatigjen, edhe thash e bojmë intervistën. O nuk muj tha me ful. Mirë po nuk e dita që o është bashkë qatë gjendje. Se kisha shku me zëre, kisha bojë intervistën. Edhe shka ti bojë që shtëpë ka jeta, nuk di me pas një për ne familjar që mu kështë dhimë ma shumë se kë. Se ka qenë njëri, për me mbi odhim gjithve, kush e ka njoftë. Ka qenë bashkëpunëtor shumë i mirë, ndesh në aspektin e profesionit, ndesh kështu o konë njëri që i ka meritu të gjitha lavdatat. Lavdi i qoftë, familjes i shpremin ngushëllimet edhe kolegëve të tina. Skendën do ta kujtoj për urtësinë dhe butësinë që kishte. Por mbi të gjitha Skendën do ta kujtoj për ato bashkëbisedimet që i kishim, sidomos për batutat që i bënim me të dhe që shpesh edhe ai na i bënte neve. Skenda çdo herë ka ditur që të udhëzoj ashtu siç është më së miri, duke mos u ngutur, nga se ne të rinjët nganjëherë kishim ndonjëherë avarzion dhe Skenda ishte ai që me fjalën e tij pa i spodibre gjithmonë na ka thënë që të jemi të urtë. Mëngjesi sotëm na ka gjetë me një pikëllim mjaft thellë. Tu e njoft Skendën që kemi punu bashkë 15 vite në mediumin tim, edhe ka qenë njëri shumë i urtë, fjalë pak, punëtor shumë i madh, edhe është humbje shumë e madhe për familjen, edhe për gjithë gazetarët e Ferizajit. Ka qenë njëri profesional, nuk ka qenë i anshëm, çdo herë e ka kry punën si duhet dhe kështu që kam veç kujtime të mira për te. Me Skendën më poshtë do të jemi bashkë, kemi nejtë bashkë, ku më punu ko gjeni kuh me ta, edhe unë që dhe vjeti kam njeri ma të urtë, ma të butë, nuk di. A din me një fjallë edhe me silë diqysh apet botë e pretke. Dekën e Skendës e kam betu shumë ra. Ka pas moment kërë posh, njërë nuk besu, tash është më shme Skenda i s'pat një javë, konë shumë një javë, që edhe kënë e bojë gari me pikave, plus edhe postim Facebook, një fatë rastisht e banë. Mësuesja Fatbardha Zogu tregon se dje ishte dita kur për së fundi u takua me Skenderin. Ajo tha se Skenda nuk ndihej mirë, prandaj edhe zëvendësoi në orët e mësimit. S'di, më kanë humbë fjalët, veç kam kujtimin e ditëve të fundit që kam punu me Skenderin aktiv, e bisedave të shumta që kemi pas çdo ditë, jo në të një lloje temave, po të gjitha temave, njeri shumë dimensional, me të cilin kemi mujtë me folë për të gjitha gjërat që i preokupojnë një njeri njetë, jo vetëm për gjuhë, për letërsi, po për të gjitha çështjet jetësore. Dje kam qenë e fundit që jam taku me arsimtarin, me dhimbje në trup ka ardhur me majtë mësim. Edhe kam qenë ajo që e kam lutem shkon në shtëpi se po dukesh që si je mirë, se unë t'i mbaj orët, edhe pse jam mësuese matematikës, zgjedhimin e foljeve ashtu siç ti ja u ke mësu, unë nuk do të di me ja u mësu nxënësve, po kam i angazhu diçka. Edhe kam parasyve ka dalë prej shkollës me dorën në bel, prej dhimbjeve, thuja se 2 fish i krysun. Po e një vetën shumë fajtore, se thojnë s'ka vdekje pa merak, po në këtë rast jam shumë e prekun, pse ndoshta s'kemi bërë sa duhet me ndihmu në këtë gjendje ditëve të fundit që ka qenë keq me shëndet. Ndoshta s'ja kemi kuptu dhimbjen atë sa duhet. Skender Idrizi ndroi jetë pas një smundje të rëndë dhe të shkurt, pas vetes la gruan dhe 3 fëmijë.